ne kemi arritur pikërisht momentin kur duhet të synojmë të hapim kapitullin e turizmit të gamës lartë, e turizmit të konsumatorit të pasur, e turizmit që sjell më tepër të ardhura për një numër shumë më të vogël njerëzish. Dhe ai grafik e tregon më së miri që rritja e vazhdueshme e numrit të turistëve që janë në kategorinë e turizmit masiv nuk sjell një rritje po të vazhdueshme të ardhurave, por të ardhurat fillojnë edhe shkojnë në një grafik tjetër, në një trend tjetër shumë të ngadalë rritje. Ama nëse pastaj krahasojmë të ardhurat që rriten shumë ngadalë me shpenzimet që rriten shumë shpejt, si rezultat i rritjes shpejt të numrit të turistëve të masës, që do thotë shumë më tepër presion mbi trafikun, shumë më tepër presion mbi sistemin ton të pastrimit, shumë më tepër presion mbi përpunimin e mbetjeve, shumë më tepër presion mbi sistemet e ujit të kanalizimeve dhe patjetër edhe nuk diskutohet shumë më tepër presion tërësor mbi mjedisin, atëherë llogaria është shumë e thjeshtë. Dhe është një llogari e thjeshtë për të gjithë ata që bien pre e një të menduari në dukje të drejtë, por në thelb tërësisht gabuar, që për çfarë na duhet ne turizmi i gamës lartë, për çfarë na duhet ne rezortet ku vinë ata që janë të pasur, kur ne nuk kemi akses në to. Në fakt, e kundërta është e vërtet. Na duhen sa më shumë nga ato për të pasur sa më shumë të ardhura për ne, për të pasur sa më shumë të ardhura për komunitetin, për ekonominë, për biznesin dhe natyrisht pastaj për arkën e shtetit. Kështu që jemi në këtë pikë, do të vazhdojmë të sjellim më shumë turist, por ajo çka tani më ne jemi shumë të qartë se si duhet t'i qasemi është të sjellim më tepër të ardhura në familjet shqiptare dhe në arkën e përbashkët të shtetit shqiptar. Në mbyllje dua të shtoj se ka një projekcion profesional dhe shumë të qartë, po ashtu për sfidën që kemi përpara, që është projekcioni i numrit të pasagjerëve që potencialisht do të hynë në Shqipëri në një dekadë më tutje dhe i numrit të fluturimeve që duhet i përgjigjen këtij numri pasagjerësh. Kjo do të thotë që duhet vazhdojmë të zgjerojmë sistemin ton të aviacionit civil, të gjithë janë të informuar për disa vonesa të shkaktuara jo për shkak të shtetit apo për ndonjë fatkeqësi natyrore, por për shkaqe tërësisht të brendshme të kompanisë në aeroportin e Vlorës. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka ndërmarrë hapat e duhur në këtë drejtim dhe objektivi ynë mbetet i palëvizshëm që aeroporti i Vlorës, një tjetër aeroport ndërkombëtar me potencial shumë të madh, do të hapet me patjetër dhe nuk do të jetë pre e